Është shëlluar me plumba në mes Tiranës një shërbëtor i shtetit, i cili në zbatim të ligjit dhe në kryerje të detyrës së tij është përballur me dhunën dhe harbutërinë e asaj force politike që me paratë e vjedhura që gjithë Shqipëria i pa në bllokun e turpit, ka dhënuar dhe ka ndotur qytetin tonë. Flamui partish në për shtylla dhe ndryshimit publik, në për penë, në cënim të pasurisë së bashkët të qytetarëve, nuk shihen në asnjë qytet evropian, në asnjë vend të botës të civilizuar. Dhe me këtë rast unë dua ta nënvizoj se pavarësisht se Partia Socialiste nuk disponon mjetet e pallogaritshme financiare që ka pushteti i korrupsionit, ne jo vetëm që nuk kemi flamuj për vendosje në për shtylla e në për penë, po asnjë poste nuk do të ngjisim jashtë vendeve lejuara, sepse qytetin e duan pastër, sepse Shqipërinë e duan pastër, dhe sepse shqiptarët, qytetarët e Tiranës nuk e kanë bërë asnjë partie ndotjen e qytetit tyre, nuk e kanë bërë asnjë partie dhunimin e vështrimit dhe të bashkëqytetarëve tyre.